Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Edhe në komunën e Gjilanit ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për keqpërdorimet të votave në zgjedhjet e datës 28 dhjetor. Krye prokurori i Gjilanit, Arben Kadriu, ka deklaruar se janë në proces të intervistimit. Deri tash në Prizren, Mitrovic e Malishev ka pasur komisioner të arrestuar e të ndaluar lidhur me dyshimet për manipulimin e votave të kandidatëve për deputet. Po ashtu, Prokuroria Themelore e Prishtinës ka autorizuar policin që të nisë grumbullimin e provave për keqpërdorim të votës edhe në komunën e Podujevës, atë të Pejës edhe në Obileq. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjen për depolitizimin e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe shpreh shqetësim serioz për dështimin e tyre për të miratuar rezultatet përfundimtare për listën serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin serioz për dështimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të miratuar rezultatet përfundimtare për listën serbe në zgjedhjet e fundit parlamentare. BE përsërit thirrjen e saj për depolitizimin e punës së KQZ-s në përputhje me raportin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve dhe u bën thirrje të gjitha palëve që të punojnë së bashku në përputhje me kushtetutën, thuhet në reagimin që vjen nga një zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ky zëdhënës më tej thekson se është e rëndësishme që të gjithë deputetët e zgjedhur të jenë në gjendje të sigurojnë ulëset e tyre në Kuvendin e ri të Kosovës. Bashkimi Evropian rikujton gjithashtu se legjislatura ardhshme e Kosovës duhet të përshpejtojë reformat e orientuara drejt BE-s dhe të ratifikojë marrëveshjet e pezulluara që lidhen me planin e rritjes e që janë në dobi të popullsisë së Kosovës. Kosova pritet të përfitojë mbi 880 milion euro nga plani i rritjes, mirë po për nisjen e pagesave të kësteve të para nga kjo pako financiare, nevojitet miratimi i marrëveshjeve përkatëse në Kuvendin e Kosovës, gjë që ishte pamundur gjatë vitit të kaluar për shkak të ngërçit politik. Presidentja e vendit Vjosa Osmani, nëpërmjet një video të publikuar në rrjetin social Facebook, ka rikthyer një fjalim të saj, ku shprehet se Aleanca Euro-Atlantike është zgjidhja e Kosovës. Sipas saj, për Kosovën, bashkërreshtimi me Aleancën Euro-Atlantike nuk ka qenë kurrë as dilem, as kalkulim e as oportunizëm. Ka qenë bindje, parim dhe vet identifikim. Kosovo's rightful place within the European Union family will not only enrich our nation, but it will also strengthen the very foundations upon which the EU was built and strengthen our continent through even greater unity. Enshrined in our Constitution, Euro-Atlantic integration remains our one and only destination. Në Kosovë organizohet edicioni i parë ditët e biznesit francez, ku janë ftuar kompani franceze që të takohen me kompani kosovare dhe të diskutojnë për mundësi të ndryshme tregtie, por edhe investime. Olivier Giraud, ambasadori i Francës në Kosovë, dhe Emru Shujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, deklaruan se ky organizim është mundësi e mirë për të dyja palët. Pse është atraktive Kosova trecë? Siç e thash, rinia edhe popullata e re do të thotë që ka kuriozitet për gjëra të reja, ka dëshirë për të qenë të lidhur plotësisht pjesë e Evropës perëndimore ose qendrore, edhe në kontekst kulturor, në kontekst të udhëtimeve, në kontekst të konsumimit të mallrave dhe konsideroj se klima biznesore, edhe pse disa gjëra do të mund të përmirësoheshin, është mirë mjaftueshëm, kështu që unë si ambasador mund t'ua them kompanive franceze, po, shikojeni edhe këtë treg. Duke qenë se është ngjarja e parë, ashtu si e tha edhe ambasadori, po vendosëm një themel të një diçkaje që neve shpresojmë të jetë në çdo vit në vendin tonë të organizohet, dhe që të kemi prezencën edhe kompanive franceze që tashmë janë të konfirmuara një pjesë e tyre për të ardhur për të qenë atë ditë me neve,
Natyrisht atyre do i bashkohen edhe kompanit lokale, sepse ideja është të cilëm bizneset edhe nga Franca, për ato në prezente në vendin tonë të krijojnë një lloj sinergjie mes veti ato ku është e mundshme. Një person i dyshuar është arrestuar nga policia e Kosovës në Pej në ndyshimin për veprën penale kanosje ndaj personit zyrtar. Sipas njoftimit, zyrtarët policor gjatë patrullimit kanë vërejtur një person i cili ishte i shpallur në kërkim. I dyshuari sapo ka vërejtur zyrtarët policor ka tentuar të ikë, por është kapur dhe arrestuar pas një ndërhyrjeje të shpejtë të policisë. Gjatë transportimit për në stacionin policor në Pej, i dyshuari ka kanosur zyrtarët policor. Në koordinim me prokurorin e shtetit, ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale kanosje ndaj personit zyrtar, thuhet në njoftimin e policisë. Pas intervistimit nga hetuesit policor, me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë. Policia e Kosovës ka njoftuar se brenda 24 orëve janë raportuar 55 aksidente, 17 me të lënduar dhe 38 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Në 24 orët e fundit, policia ka arrestuar 27 persona për vepra të ndryshme penale, 9 prej të cilëve i ka dërguar në mbajtje dhe 1 në vuajtje të dënimit. Kryeqyteti i Ukrainës Kievi dhe qytetet të tjera janë sulmuar nga Rusia gjatë natës, ku cak ishte infrastruktura energjetike dhe ajo e ngrohjes, thonë zyrtarët. Forcat ruse sulmuan kryeqytetin e Ukrainës Kievin, qytetin e dytë më të madh Harkivin dhe qendra të tjera herët të martën duke shkaktuar zjarre dhe duke i dhënë goditje të reja infrastrukturës energjetike, njoftojnë zyrtarët. Sulmet plagosën 4 persona në 2 qytetet më të mëdha. Ato ndodhen në prag të bisedimeve të ardhshme të planifikuara tripalshe për zgjidhjen e luftës gati 4 vjeçare në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në Kiev, ndërsa temperaturat e natës ranë afër -20°C, u raportuan shpërthime të forta pas mesnatës nga sulmet me raketa dhe dron. Ato shkaktuan dëme në 5 lagje duke goditur 3 bloqe apartamentesh dhe një ndërtesë që strehonte një qerdhe, ka njoftuar kreu i administratës ushtarake të qytetit në aplikacionin e mesazheve Telegram. Një seri sulmesh masive në kryeqytet që nga dita e vitit të ri ka ndërprerë energjinë elektrike dhe ngrohjen në qindra bloqe apartamentesh, ku ekipet e emergjencës ende po përpiqen të rivendosin sistemin e ngrohjes. Kryebashkiaku i Harkivit, Ihor Terehkov, tha se sulmet kishin në shënjestër infrastrukturën energjetike dhe bëri thirrje për vendime të vështira për të parandaluar ngrirjen e sistemeve të ngrohjes. Sulmet përkuan gjithashtu me diskutimet për një moratorium mbi sulmet në infrastrukturën energjetike të miratuar nga Rusia dhe Ukraina me kërkesë të presidentit të SBA-s Donald Trump. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës takohemi në edicionin orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.